Dashi, dita e sotme do të sjellë një ndjesi të veçantë kurajimi dhe energjie. Në dashuri do të ndjeni të afërt me partnerin dhe do të gjeni mënyra të reja për të ndarë momente të bukura së bashku. Për ata që janë beqar, mund të ketë një mundësi të papritur për të njohur dikë interesant. Në punë, qëndroni të fokusuar, por mos hezitoni të ndani idetë tuaja me kolegët. Mund të ndjeni të frymëzuar dhe të gatshëm për të realizuar një projekt të rëndësishëm që e keni pasur në mendje prej kohësh. Financat janë në gjendje të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e vogla. Kushtojini vëmendje mirëqenies suaj emocionale, pak qetësi dhe reflektim mund të sjellin qetësinë që kërkoni. Ndjehuni mirënjohës për gjithçka që keni. Demi, me 20 nëntor 2025, zemra juaj do të ndjejë një ndriçim të veçantë, si një yll që shkëlqen mes rreve. Në dashuri, kushtojini vëmendje komunikimit, fjalët e ëmbla do të bëjnë mrekulli. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë ndjesi të reja dhe të afrojë më shumë partnerin tuaj. Në punë, mos keni frikë të tregoni talentet tuaja, një mundësi e ardhë është në horizon. Financat janë në balancë, por mbani një sy të kujdesshëm ndaj shpenzimeve të pakontrolluara. Mençuria do t'ju shpëtojë nga sfidat e panevojshme. Mbushja e ditës me aktivitete që ju sjellin gëzim, si një shëtitje në natyrë, do t'ju rigjallërojnë shpirtin. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të ndaloni, të merrni frymë thellë dhe të ndjeni mirënjohje për momentet e vogla. Binjakët, sot ndjenjat do të jenë si një melodi e butë që mbush zemrën. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ato që keni mbajtur brenda vetes. Partneri juaj do ta vlerësojë ndershmërinë tuaj. Në punë, përpiquni të qëndroni të fokusuar dhe të mos shpërqendroheni nga detajet të vogla. Projektet e reja pritet të shfaqen, por është e rëndësishme të përfundoni çështjet aktuale para se të nisni të reja. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shpenzimet e pamenduara mund të krijojnë një ndjesi të përkohshme ankthi. Mos lini pas dore kujdesin për shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje e thjeshtë në natyrë do t'ju ndihmojë të relaksoheni. Ndajeni një buzëqeshje, pasi sot mund të sjellë surpriza të këndshme. Daforia. Sot yjet të sugjerojnë të ndjekësh zemrën dhe të mos trembesh nga ndjenjat që të pushtojnë. Në dashuri, hap zemrën për të pranuar ndryshimet që po ndodhin rreth teje. Në punë, fokusohu në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Një koleg mund të vijë me një propozim interesant, dëgjoje me kujdes. Financat po stabilizohen, por është mirë të mbash një sy kritik mbi shpenzimet. Një moment meditim do të ndriçojë mendjen tënde dhe do të sjellë qetësi. Ndërsa errësira e mbrëmjes mbulon horizontin, konsidero të kalosh kohë me persona të dashur, duke krijuar kujtime të bukura. Dëgjoje intuicionin tënd që sot është më i fortë se kurrë dhe lejoje të të udhëheqë drejt harmonisë. Luani. Sot energjitë janë të forta dhe sfiduese, por mos u trem. Në dashuri, komunikimi është çelësi, bisedat e hapura sjellin zgjidhje dhe harmoni. Nëse ndihesh i ngarkuar, merr frymë thellë dhe përqendrohu në rrugën përpara. Puna kërkon vëmendje dhe përkushtim, por shpërblimet e saj do të jenë të mëdha. Mos harro të ndash suksese me ata që të mbështesin. Kujdes me shpenzimet, krijo një buxhet të zgjuar që të mund të mbash financat në kontroll. Një çast reflektimi në fund të ditës mund të të ndihmojë të gjesh qetësi. Mos e humb entuziazmin, pasi gjithçka që dëshiron është brenda mundësive të tua. Kujto, edhe në ditët gri dielli shkëlqen pas rreve. Beso në dritën tënde të brendshme. Virgjëresha. Sot është dita për të fokusuar në detajet të vogla që shpesh harrohen. Në punë, një projekt i lëm pas dore kërkon vëmendjen tënde urgjente. Bëj një listë detyrash dhe përkushtohu. Në dashuri, është momenti të vlerësosh gjërat e vogla që personi i zemrës bën për ty. Një mesazh i ëmbël mund të ndesë një shkëndijë të re. Financat mund të duken të qëndrueshme, por një kursim i vogël për të papriturat do të ishte i mençur. Ndjesitë e brendshme të japin një ndjenjë harmoni, duke të shtyrë drejt reflektimit të thellë. Meditimi mund të sjellë qetësi. Shijoje bukurinë e momenteve të thjeshta dhe lejoje mendjen të pushojë nga lodhjet e përditshme. Përqendrohu në momentet e tanishme dhe gjej paqe në të tashmen. Dëshorja. Në këtë ditë të veçantë, vendos harmoninë në qendër të prioriteteve tua. Një energji e qetë të rrethon, duke të ndihmuar të përballosh çdo sfidë me finesë. Në fushën e dashurisë, përpiqu të krijosh hapësira për dialog të hapur me partnerin ose një mik të afërt. Sa i përket punës, një mundësi e papritur kërkon zgjuarsinë dhe vendosmërinë tënde. Mos hezito të eksplorosh një rrugë të re që mund të sjellë fitime të qëndrueshme. Kontrollo me kujdes buxhetin dhe shmang shpenzimet impulsive. Në mbrëmje, një moment reflektimi do të rigjenerojë shpirtin, duke të frymëzuar për plane të reja.
Kujdesi për veten është thelbësor, ndoshta një shëtitje në natyrë mund të jetë çelësi për të rifituar ekuilibrin e brendshëm. Akrepi. Në këtë ditë të veçantë nëntori, intuita juaj është më e ndritur se zakonisht, duke ju ndihmuar të merrni vendime të mençura në çështje të zemrës. Mësoni të dëgjoni fjalët e pashprehura të partnerit, sepse dashuria ndonjëherë flet më qartë në heshtje. Në sferën profesionale, një mundësi e re po troket në derë, kërkoni të ushqeni vetbesimin për të përfituar plotësisht nga ajo. Financat tuaja kërkojnë një vëmendje të veçantë sot, organizoni shpenzimet për të shmangur surpriza të pakëndshme. Mos harroni, një buxhet i planifikuar mirë është miku juaj më i mirë. Ndjeni të frymëzuar për të eksploruar territore të reja mendore dhe emocionale. Në fund të ditës, përqafoni qetësinë dhe relaksoni mendjen për një natë të ëmbël. Shigjetari. Ndërsa dielli ngroh zemrën tuaj, sot do të përjetoni një ndjesi të thellë qetësie dhe mirëqenie. Në marrëdhëniet personale, koha për të ndarë mendime dhe emocione me dikë të dashur do të jetë e ardhë. Nëse ndjeni nevojën të shprehni ndonjë ndjesi, mos hezitoni, sinqeriteti do të sjellë afërsi. Në aspektin profesional, energjia juaj pozitive do të tërheqë vëmendjen e duhur, duke ju dhënë një mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Financat kanë ecur mirë, por mbani një sy të kujdesshëm në shpenzimet e vogla. Sot do të jetë e dobishme të reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe të krijoni plane të vogla për t'i arritur ato. Shijoni momentet e thjeshta dhe vlerësoni bukurinë rreth jush. Britsjapi. Sot zgjohu me një qëllim të qartë dhe përqendrohu te përparësitë tua. Në dashuri, komunikimi është çelësi, pra hap zemrën dhe shpreh mendimet me qartësi. Në punë, përqendrohu te detajet dhe mos u ngudh. Përpjekjet e tua do të shpërblehen në kohën e duhur. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të planifikosh me kujdes shpenzimet për të shmangur surprizat e pakëndshme. Gjej kohë për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata dhe mos hezito të kërkosh këshilla nga dikush që e respekton. Ndërsa dita përparon, ndjesia e paqes shpirtërore do të përforcohet. Falënderimi për gjërat e vogla do të sjellë një ndjenjë mirënjohjeje dhe lumturie që do të përcillet te të tjerët rreth teje. Ujori. Dita e sotme sjell një ndjenjë lehtësie dhe qetësie që të ndihmon të përballosh çdo sfidë me buzëqeshje. Në punë, fryma e bashkëpunimit do të jetë çelësi për të arritur qëllimet. Mos hezito të ndash idetë tua, sepse do të gjenden dëgjues të vëmendshëm. Në çështje të zemrës, një bisedë e hapur me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Kush e di, ndoshta një surprizë e vogël do të ngjallë emocione të reja. Në aspektin financiar, menaxhimi i kujdesshëm i buxhetit do të vlerësohet shumë këtë periudhë. Kujdesu për shëndetin duke bërë një shëtitje të shkurtër në natyrë, e cila do të freskojë mendjen dhe shpirtin. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të lulëzuar. Peshqit. Sot qielli ju fton të ndaloni për pak dhe të reflektoni mbi udhëtimin tuaj. Në dashuri, përpiquni të dëgjoni më shumë se sa flisni. Një bisedë e sinqertë do t'ju afrojë më tepër me partnerin tuaj. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur, por vendimet e nxituara nuk janë të rekomanduara. Merrni kohë për të vlerësuar çdo opsion me kujdes. Financat kërkojnë vëmendje, një riorganizim do të sjellë qetësi në zemrën tuaj. Energjitë e sotme ju shtyn të lëvizni me një ritëm më të ngadalshëm, të vlerësoni bukurinë e çdo momenti. Fizikisht, një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni harmoninë. Mos harroni, edhe detajet më të vogla mund të sjellin lumturi.